Përshëndetje miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shohim energjinë e përgjithshme të tarotëve. Energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme është kjo. Një lajm shumë i mirë do të vi dhe do t'ju gëzoj në familjen tuaj. Ky është një lajm që vjen nga një prins, një lajm shumë pozitiv. Kemi mashkullin magjik. Është një person i cili në infinit i ka të gjitha cilësit. Ka bollëkun, ka shëndetin, ka dashurinë, ka pastërti shpirtërore. Letra e diellit tregon për një ndryshim, për një transformim shumë të madh që do vi në jetën tuaj. Në rrezet e diellit ju kaloroni drejt ndryshimeve të mëdha, drejt transformimeve të mëdha të jetës tuaj. Sepse ju jeni në këtë dashuri, në këtë energji pozitive, në këtë pasion, dhe mbrojni nga një ëngjël mbrojtës në rrugëtimin e jetës tuaj drejt majës së kësaj piramide. Luftoni fort për këtë dashuri, kundër kundërshtarëve tuaj, kundër njerëzve që i keni kundra. Luftoni fort për të arritur deri në fund kësaj dashurie. Letra e karrocës është një letër që tregon që ju jeni një person i cili jeni i plotësuar në gjitha drejtimet. Në financa, në pjesën e punës, keni suksese të mëdha në punë dhe hypni kësaj karroce për të transformuar dhe për të ndryshuar jetën tuaj. Jeni në pritje për një bollëk që do t'ju vi shumë shpejt në jetën tuaj, ky bollëku. Sepse keni pranë një princesh të monedhave, një femër e cila në prerjen e saj ka bollëk. Ka bollëk, ka mirësi dhe dashuri. Pra, letra e dashurisë tregon pjesën e plotësimit të ëndrave për t'i bërë realitet në univers.